për mendimin tim praktik, e kontrabandimit ligjit përmes procedurës shpejt pa konsultim paraprak. Sa i përket pozicionit politik në kuvend, secili subjekt politik, grup parlamentare ka rolin e vet. Na jemi në opozit dhe në nisje i kemi pas qëndrimet bukur të sakta që përgjatë rrugës i kemi mbajtur në sot. E para, qëndrimi i grupit ka qenë që secilin marrëveshje ndërkombëtare pa dallim çkash, që ka benefite votojmë. Secilin ligj të sigurisë që vjen prej Ministrisë së Mbrojtjes, policisë, e kemi votu. Dhe janë disa ligje të cilat i kemi mbështetur. Në anën tjetër, po ashtu iniciativat që vinë prej neve si opozit, siç ka qenë rezoluta, pastaj rezoluta e LDK-s e kështu me radhë, kemi qenë bashkëpunues këtij. Por kemi qenë edhe jemi të qëndrueshëm sado që jemi në kuvend, që mos të mbështesim diçka që nuk ka lidhje me bashkëpunim. Pra, kur flasim për ligjet të cilat vinë pa procedurë, kuvendi i kaluar, ka qenë kuvendi i cili ka sjell ligje pa kurrë par procedurë parlamentare, secili ligj, secila iniciativë, secila politikë publike, me procedurë shpejtume, që me të votu. Me çfarë baze me të votuar e ty kur ti domosdoshmë nuk e përcjell procedurën parlamentare. Në anën tjetër, ne jemi parti ndryshme. Dhe jemi funksione ndryshme. Duke qenë në funksionin e opozitës, të jemi banë atë pozicion, pa në nuk jemi antar vetëvendosjes. Ajo që ka ndodhur kalumin e që nuk duhet me ndodh, është praktika e cila ka qenë për mendimin tim praktik e kontrabandimit ligjit përmes procedurës shpejt pa konsultim paraprak. Ka pas momente kur na ka ardhur agenda, thonë ora Simon 8:30, e ora ka qenë 8:45. Çfarë bashkëpunimi ki aty? Pra, këto pika do t'i ruajmë qëndrimet tona politike si parti, po do ta ballafaqojmë me gjithçka që kemi qeverinë cila do që tjetë aty.